Gjitha falenderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka uzon Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka kush që e humb dhe ka humb Allahu azza wa jall, nuk ka uzues për të përveç Tij subhanahu wa ta'ala. Gjitha salatet dhe salavatit ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme, shokëve tij besnik dhe gjithë ata të cilët mundohen që ta ndjekin sunetin e tij deri ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allah subhanahu wa ta'ala do të flasim se si besimtari duhet të ketë edukat karshi besimtarit. Për shkak se hutbën e kalume kemi folur se si besimtari duhet të ketë edukat me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse sot duhet patjetër që të flasim rreth asaj se besimtari duhet të ketë edukat mirë me vëllezërit e tij. Duhet të ketë edukat e cila na bën vëllezër për hir të Allahut azza wa jall. Edukat e cila na bën që ta këshillojmë njëri tjetrin për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Edukat në cilin e kishin sahabët ridwanullahi alejhim. Edukata e parë në cilën Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an na tha dhe kjo është prej edukatës më të lartë. Allah në Kur'an tha innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Mirë po kjo ajet e vendos bazën mes marrëdhënieve ndërmjet besimtarëve. Për shkak se nëse dëshirojmë që të kemi edukat mirë ndërmjet vete, që të kemi moral të mirë ndërmjet vete, atëherë patjetër që ne duhet të jemi vëllezër në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse kjo xhuma e cilën na ka bashku nuk ka askush interes ndaj njëri tjetrit. Mirë po interesi vetëm cili është kënaqësia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse besimtarët janë vëllezër dhe nuk bashkohen diçka prej kënaqësive të dunjas. Mirë po I bashkon vetëm kënaqësia për arritjen e xhenetit Allahut subhanahu wa ta'ala. E dyta me radhë është ajo me cilën Allah subhanahu wa ta'ala tek surja Hujurat tha ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhanni ithm. Tha o ju të cilët keni besu, Allah subhanahu wa ta'ala po I thret besimtarët. O ju të cilët keni besuar, largojuni dhe menjanoni dyshimet. Për shkak se një pjesë prej dyshimeve janë gjuna, janë mëkat, për shkak se nuk janë të vërteta. Ata vijnë prej anës shejtanit, me të futë ty zili, me të futë ty hased kundrejt vllaut tënd, me ta pru ty një dyshim, e cila ta shkatërron lidhjen tënde me vllaun tënd. Kjo është ajo me cilën dëshiron shejtani, kurse Allah subhanahu wa ta'ala na bëri thirrje neve si besimtar që të largohemi kësaj. Dhe kur të largohemi këtij mendimit që na vjen mendimit keq, atëherë patjetër se kjo është një prej rujtjeve vllazërore më të larta. Pastaj në vazhdim të ajetit Allah azza wa jall thot: "Wala tajassasu wala yaghtabu ba'dukum ba'da." E mos e shpiononi njëri tjetrin, mos I zbuloni ata imcinat apo ata intimitete të cilët I dini, ja dini gjuna, ja dini mëkat, ja dini tmet, ja dini diçka në familje e cila nuk është mirë për mu zbulu. Allah azza wa jall tha: "La tajassasu." Mos ja zbuloni njëri tjetrin, mos e shpiononi njëri tjetrin. Edhe mos e bëni gibet, mos e përgojoni njëri tjetrin. Për çka mos me përgoju? Çka është rezultati nëse e bëjmë këta? Allah azza wa jall në vazhdim të ajetit thot: "A mos dëshiron thot dikush për juve që ta han mishin e vllaut vet të vdekur?" Për shkak se shpionimi edhe gibeti ndaj vllaut tënd është mëkat sikur se ti me hangër mishin e vllaut tënd kur vdes. Në ditën e xhenazës sikur se ti me morr një pjesë me hangër. Çashtu është mëkati I madh. Dhe Allah azza wa jall në vazhdim të ajetit thot: "Sigurisht thot ju këtë punë do ta urreni." Dhe Allah azza wa jall thot: "Keni frikë Allahut subhanahu wa taala, me të vërtetë Allah është pranues I pendimit edhe mëshirues I madh." Pastaj tjetra me radhë është se si Allah subhanahu wa taala e krahasoi përgojimin me ngrënien e mishit vllaut të vdekur, dhe kjo është një shembull I rënd. Mirë po, na I bën neve me I qel syt, mos me I bën këto gabime, mos me rang si punë të liga, për shkak se na I shkatërrojnë ndërmjet vete edukatën, moralin mes vëllezërve besimtar.
Pastaj tjetra Allah subhanahu wa taala çfarë na porositë në Kur'an? Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Dhe ndihmoni njëri tjetrin në punë të mira dhe në devotshmëri. E mos me ndihmu njëri tjetrin në punë të këqija, në vepra të cilat nuk janë të mira tek Allah subhanahu wa taala. Nuk duhet besimtari që ta ndihmon vllahun e vet në zullum, që ta ndihmon vllahun e vet në punë të liga, për shkak se nuk ka aty as edukat, as vllazëri, as moral. Mirë po ka bashkëpunim të tretë. E i treti prej këtyre dhe udhëheci është shejtani la'natullahi alayh. Pastaj hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili lidhet me pikën e parë që e përmendëm në Kur'an është la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Prej haditheve më të larta është kjo, se muslimani për me arrit dhe me plotsu besimin e vet, duhet se ata çfarë don për vete, ta don për vllahun e vet. Dhe kjo është një prej arritjeve më të mëdha cilat i bën besimtarin karshi vllahut vet. Ashtu sikur se më kon besimtar, pastaj edhe më ia dash të mirën vllahut vet, ashtu siç ja don vetes. Ashtu siç transmeton Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith madhështor tha: ndihmoje vllahun tënd, qoftë i bër zullum apo duke bë zullum. Dhe sahabët ju kthyen: oj dërguari i Allahut, na pe dim që kur dikush i bën zullum vllahut ton, na i dalmi karshi, i ndihmojmë. Këta pe dina, mirë po kur vllahu jon bën zullum, tha çysh me ndihmu, tha aktina. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ndihma më e mirë që i bëhet këtij, thash që ti më e morr edhe më e largu prej atij zullumi çka është duke e bën. Andaj vllahun ton nuk do të më lën asnjë gjendje. Kur është duke u bë zullum, do të më ndihmu, më e largu, më ia largu atë breng. E kur është ai duke bën një zullum, një të keqe, ne do të më morr ata dhe më largu prej asaj, do të më këshillu. Me thon ke frikë Allahu subhanahu wa taala se kjo vepër çka i të bën është vepër e cila dërgon në xhehenem, Allahu na ruaj. Kështu duhet ta këshillojmë njëri tjetrin. Pastaj në një hadith tjetër cilin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos e keni zili njëri tjetrin. Në ata të mira të cilat Allah azza wa jalla ja ka dhënë, mos e keni zili njëri tjetrin. Pastaj në vazhdim, edhe mos i ngritni çmimet. Ata të cilët janë tregtar me ngrit çmimet, të larta domethënë, jashtë masës. Mos e urrejni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, edhe mos i hini njëri tjetrit në shit blerje. Kur dikush është duke bë pazar me dikan, nuk i lejohet tjetri me ardhe dhe me thonë unë ta jap çmimin më të lartë ose diçka tjetër. Kjo nuk lejohet. Për çka e kanë ardhur vëllezëni këto në hadith? Për çka janë përmend? Për me rujt edukatën mes vëllezërve, për me rujt këtë vëllazërinë që Allah azza wa jalla i ka dhënë. Sepse nëse shkatërrohet kjo, atëherë na kot ndoshta mundani me u bashku në xhami trupat ton, kurse zemrat janë të ndame. E për çata është edhe safi. A kena medituar në herë për çka Allah azza wa jalla ka bërë më rrështu me një saf? Mos u dallu askush. Për shkak që mu bashku zemrat vllazni. Para se të bashkohen trupat, mu bashku zemrat. Kjo është qëllimi i safeve, kjo është qëllimi i xhamisë, sepse të parët tonë kështu i shikonin gjërat. Pastaj në vazhdim të hadithit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: bëhuni robër të Allahut dhe vëllezër mes jush. Dhe muslimani është vllai i muslimanit, nuk i bën padrejtësi, nuk e braktis dhe nuk e nënçmon. Dhe tha: et taqwa ha huna. Tha devotshmëria thash në zemër. Pastaj në vazhdim të hadithit dhe tha: inna Allahe la yanzuru ila ajsadikum. Tha Allah nuk shikon trupat e juve, as në pasuritë e juve. Mirë pa Allah azza wa jall shikon zemrat e juve, në ata se çfarë kena në zemrat tona, Allah shikon. Dhe kjo është ajo me të cilën morali më i lartë fillon prej zemrave të sinqerta. Edukata më e lartë fillon prej zemrave të sinqerta. Kjo është ajo cilët duhet kemi kujdes. Cilët mësimi nxjerrmi prej këtyre haditheve dhe ajeteve kuranore. Mësimi i parë cilën e nxjerrmi është se ndërtimi një shoqërie dhe vëllazërie të mirë, që të kemi edukat ndërmjet vete, është se duhet ndalojmë çdo gjë e cila sjell përçarje
edhe urrejtje mes neve. Çdo gjë e cila sjell një paknaçi, një gjë të cilën e urrejn vllai jot, mos e ban, sepse pe e shkatëron ata, pe e shkatëron lidhjen tënde me atë. Tjetra me radhë është se morali i pamjes jashtme është i shkurt dhe i kotë. Sa dush ti mundesh më ushit vllai tan se unë jam i mirë kështu me radhë, kurse zemra nuk e kit mirë, për shkak se Allah azza wa xal pas një kohe do ta zbulon ata se çfarë kin zemër. E tjetra me radhë është se duhet të ruajmë drejtat e njëri tjetrit. Të jemi larg padrejtësive dhe larg mashtrimeve. Dhe se devotshmëria është bazë dhe pranimi i veprave lidhet me sinqeritetin edhe pastërtinë e zemrës. Dhe se e fundit prej dobive është se nënçmimi, përçmimi besimtarit e kështu me radhë është rrezik i gjunoheve të mëdha, i mëkateve të mëdha. Për shkak se me nënçmu një besimtar nuk është mëkat i vogël, është mëkat i madh. Duhet kemi kujdes. Ibn Taymija rahimahullah në një shembull të lartë e tregon dhe thot se besimtari për besimtari thot është sikurse dy duart. Thot njëra tjetrën e lan nga papastërtia. Andaj edhe kështu vllaznia duhet të mukon. Kështu edukata e lartë mes vëllezërve duhet me ekzistu, që ne ta pastrojmë njëri tjetrin nga punët e liga dhe ta vazhdojmë rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Ibn Kaimi rahimullah në një fjali të tij thot, prej moralit mirë dhe edukatës lartë është ta durosh dëmin e njerëzve dhe të mos u kthesh ata. Ndonjëherë vllai jot mundet me të hinë hak, mirë po ti dosh me ja fal. Ndonjëherë vllai jot mundet me të kshyj shtremt, mirë po ti dosh me i kesh. Ama rregulli i xahilietit edhe i shejtanit e dini çfarë thot? Thot se çdo kush i cili ta bën të keqet i bën ja dy të këqija. Çdo kush i cili të kshyj shtremt ti shaje. Çdo kush i cili të bën një punë të keqet i ktheja dy fysh. Ama ja në Islam nuk është kështu. Ne duhet zhveshemi prej komplekseve të xahilietit. Dhe duhet të veshim pejtku në Islamit. Se kush të hin hak, fale. Kush ka gabuar ndaj teje, fale se të falë Allah azza wa xal. Mshironi ata që janë në tokë, ti mshiroj ai që është në qiell, është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nëse dojnë mshirën e Allahut azza wa xal, patjetër që duhet m'ia fal njëri tjetrit gabimet. Se krejt kena gabime. Ama edukata e lartë është që ti m'ia kthim me të mirë. Kur ta takosh ti jepësh selam. Kur ta takosh ti buzëqesh, se vetë buzëqeshja është sadaka. E kështu me radhë. Dhe prej parimeve kryesore, cilët e mbajnë një vllazëri të shëndosh është sinqeriteti, ruajtja e gjuhës, falja dhe durimi, ndihma dhe mbështetja në vështirësi dhe domethënë fe, pastaj e fundit është respekti edhe nderi. Sepse kush e respekton vllaun e vet, patjetër që do ta ketë edukatën e tij të lartë, për shkak se nuk ja prek ato rregullat, ato kufit cilat ai ka, nuk i shkel ato. E din se dej ku duhet me shku me ata. Andaj vëllezër dashur, lusë Allahun azza wa xal që Allah të na bën prej atyre të cilët kemi edukat lartë me njëri tjetrin. Lusë Allahun azza wa xal që Allah të na i fal mëkatet tona. Lusë Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bën shembull për njëri tjetrin. Lusë Allahun azza wa xal që Allahu muslimanëve t'ia ushton të mirat dhe bereqetin. Lusë Allahun subhanahu wa taala se ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend, na bashkon edhe në xhenetet e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.